Fshati i Dervician mblodhi mbrëmjen e djeshme artistë popullor të minoritetit Libohovës e zonave të ndryshme të Greqisë në festivalin e grupeve folklorike që organizohet nga Shoqata Kulturore Dervi. Këngët dhe vallet e traditës ishin numrat që ata sollën për banorët e Dropullit në edicionin e 4 të këtij takimi. Θα παρουσιάσουμε χορούς από τη Λάρισα γενικότερα. Jemi nga Liceu i Grave Greke të Larisës. Do të prezantojmë valle nga Larisa në përgjithësi, një program shumë të ngjeshur nga rajoni i gjerë i Larisës. Jemi shumë të lumtur që gjendemi dhe do të gëzoheshim pa mas, pse jo? Me që është era e parë që vim çdo vit me Liceun e Grave Greke dhe të takohemi çdo vit. Vim me shumë emocion për të takuar me bashkëkombës si ta në minoritetin etnik grek. Kemi ardhur nga rajoni Patrës, nga zona e Ejalias, konkretisht nga Eju. Jemi ansambli i përzier vokal i periodëve të Ejalias, ku sot do të prezantojmë këngët tona me shumë kënaqësi këtu para publikut dhe në festival. Urojmë të vazhdojnë këto aktivitete, të vazhdojnë këtë pranit të tyre të bukur dhe njerëzit e vendet të bashkohen në një mënyrë shumë të veçantë. Kjo paraqitje për ne është një mundësi e madhe për të përcjell traditat libovite, siç janë këngët e vallet, polifonit, vallet e kënduara. Viti i tretë që ne marrim pjesë në aktivitete të tilla duke përfaqësuar ansamblin Libohova. Jemi në një grup i cili përbehet nga 20 të rinj dhe 45 fëmijë dhe jemi shumë krenar që kemi mundësinë që ta bëjmë këtë gjë për Libohovën tonë. Ne të rinjt prezantojmë qytetin tonë Libohovën, ansamblin Libohova dhe si çdo aktivitet ne do japim më të mirën tonë. Ne sot do këndojmë këngë polifonike, do kërcejmë disa valle tradicionale gjithashtu dhe ky është programi për këtë aktivitet. Kryetarja e shoqatës, Kostando Ksera, thotë se qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi i kulturave të dy popujve. Shoqata Kulturore Dervicianit Dervi për vitin e 4 me radhë organizon këtë festivalin e këngëve dhe valleve tradicionale. Si vjet kemi 18 grupe që do të performojnë në skenën e festivalit për 2 net. Janë grupe folklorike nga Shqipëria dhe Greqia. Duam nëpërmjet gjithë këtij aktiviteti të japim, të gjallërojmë pak jetën kulturore të fshatit tonë, por edhe në përgjithësi duam të stimulojmë këto bashkëpunimet kulturore midis vendeve dhe shoqatave të ndryshme. Shoqata Kulturore Dervi ka një aktivitet 4 vjeçar. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesëmarrëse në vende të ndryshme brenda dhe jashtë kufive, ndërkohë që ka organizuar edhe aktivitete të tjera kulturore dhe artistike.